Sa vite diferencë ke patur me motrën? 3 gjysmë. Si e ke patur marrëdhënien me të? Motra ime është gjysma ime më e mirë. Se më the që është në Amerikë Po, tani. tani është në Amerikë. Absolutisht është mbështetja ime më e fortë. Edhe është ajo që nuk kam nevojë t'ja tregoj pse erdhi kjo pika, vetëm i tregoj çfarë ndodhi, sepse ajo e di se si kanë rrjedhur ngjarjet. Është gjatë gjithë kohës ne jemi në telefon, tani edhe me çunin tim që flet shumë, edhe domethënë jemi gjithmonë në mjetën e njëra tjetrës, por dhe kuptojmë sjelljet e njëra tjetrës. Unë kam një gocë daje që mami vetë i ka vdekur kur ka qenë 7 javësh. Dhe mami kishte vendosur që të mos martohej se do rriste mbesën. Por erdhën gjëra dhe kur goca dajës ishte 5 vjeç, fati jeta e solli që të fejojë me babin edhe të vazhdonte jetën e vet. Dhe babi më ka marrë gjithmonë mbas vete të mbesën e mamit. E ka rritë, e ka kujdesuar, ka qenë pjesë e jona. Dhe kur kemi ikë në Tiranë, nuk kam qenë e vogël, kam qenë 12 vjeç. Po babi ka shku që ajo mos shkonte në përkonvikte. Që ajo të kishte një familje ku të rrinte në Tiranë dhe mos kishte nevojë që të rrinte në konvikte. Dhe unë jam rrit bashkë me motrën dhe me motrën e madhe, sepse për mua ka qenë gjithmonë motrë e madhe, nuk jam ndarë dot asnjëherë. Ato janë të dyja në Amerikë bashkë, unë nuk jam atje. Por kjo është një gjë që për babin tim e bën gjithë historinë e tij e bën shumë të bukur dhe shumë mallshtore. Një njerëz që ka respektuar shumë mbesën e nusës vetë dhe vetëm idenë, madje shumë herë të betohem na diferenconte dhe ne dhe thoshte, ti thoshte, me hetimin nuk e di ku hyn gjuna, thoshte. Dhe mos, do thënë, është kujdesja është masë shumë për të. Çfarë mendon ti që duhet di babi nga kjo intervistë që po bëjmë bashkë? Se unë jam shumë i bindur që ai do të shoh. Atë shumë patjetër, duhet të di që ne jemi shumë krenar për të. Unë edhe motra dhe Eva, unë edhe 2 motrat e mia jemi shumë krenare për të. Dhe jemi shumë mirënjohëse për rrugën që na ka shtruar, për informacionin që na ka dhënë për jetën, për sa thjesht na ka bërë jetën edhe për sa shumë ka luftuar që ne të jemi goca të pavarura dhe goca mendje hapur. Ai ka qenë për gjitha këto. Mami im është një grua shumë punëtore, e drejtë, e ndershme, shumë fisnike. Dhe të dy bashkë absolutisht që ne çdo gjë që jemi, unë mendoj që jemi faltyre. Për shembull, lexoj tani për fëmin tim që thonë që në 3 vitet e parë të jetës ai merr gjithë brumosjen. Po, merr atë brumin e parë. Dhe besoj shumë që unë dhe motra, unë dhe 2 motrat e mia jemi të brumosura faltyre shumë. Fal gjithë asaj gjës tyre dhe ndonjëherë kur më thonë këtu burnesha rrjollit, më përgëzojnë, më komplimentojnë për gjithë rezistencën, për gjithë sjelljen. I kam thënë babit tim, e je krenar tani për mua? Çfarë tha? I mbushën sytë me lotë, edhe nuk qeshi asgjë tjetër, po që normalisht, nuk do të flasë, nuk kisha folë asnjëherë për babin faktikisht, pavarësisht se ai më meriton gjithkohë në botë për të folë për të, për zemrën që ka. Këto toka ti the që janë të vjerit tënd, edhe këto prona kanë qenë të vjerit tënd. Pse amanet? Shiko, vjeri im ka lind këtu dhe është bërë ka jetuar këtu deri kur është bërë 17 vjeç. Ti e ke njohur vjerin? Jo. Ti nuk e ke takuar asnjëherë? Jo, nuk kam takuar. Ai ka ndruar jetë 10 vite para se të fejosha unë. E kam njohur nëpërmjet historive që më tregon vjera ime. Vjera ime flet me një dashuri shumë madhe për burrin e vet, edhe me një adhurim shumë të madh, edhe e vlerësoj shumë, edhe ajo është 85 vjeç sot, edhe kur e shikon i qesh fytyra dhe sot kur flet për bashkëshortin e saj. Edhe ajo tregon për vuajtjet që kanë kaluar, sepse kanë qenë familje varfër, edhe domethënë një nga gjërat që më thoshte gjithmonë, ai merrte lekë që ndoshta s'kishin për të ushqyer fëmijët dhe shkonte për të bërë dokumentat e tokës, shkonte në Shkodër për të takuar njerëz për të bërë letrat e tokës. Dhe kishte gjithmonë që duhet i bëj letrat e tokës rrjollit, duhet i bëj letrat e tokës rrjollit. Dhe kur morën 7500 nishin, ai hoqi dorë nga 7500 nishi për të marrë tokën këtu. Do të thënë ai kishte normalisht ishte lindur këtu, ishte rritur. Dhe u largua 17 vjeç u largua nga këtu. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.